Drejta me se. Jo, unë ati ja shpjegova se ti në rregull. Adhurus të futbollit Premier Ligës. Po a je me mërmenja që Anglia apo ja, unë te kontorët pak qëndroj. Po e vërtet, unë mendoj që Fitu stikës kampionëve kontra njerën. është një gjenerat e cila mundet me sjell edhe mundet me fitu komplet kampionatin. Për Anglinë po e vërtet. Unë nuk besoj që ka pas gjenerat më të mirë Anglia, ka pas emna, po trener më serioz me Gjermanin edhe me cilësin që e ka edhe unë besoj që s'po thëmë që jenë favorit sepse e dim krejt që Franca me emna është e frikshme, Portugalia po ashtu është nuk pajtona nështë me Emanuelin, janë super lojtar, po unë menoj që Franca edhe Spanja me gjatë janë kombëtare që janë favorit për me fitu, po unë e shoh Anglin që e ka një eksperiencë edhe ka një kualitet edhe me trenerin, po edhe me disa lojtarë që i ka, besoj që është koha e tyne. Sepse 2 vjetë, 2 evropiane kanë shku në finale, e kemi pa edhe vetë. Coming home, Gjenelisin vjetë. Kemi pa edhe vjetë, ja, së është Gjenelisin vjetë. Prej 66-ës. Une Anglinë e supportoj pe... Jo, me skandalozë, kona i botërore për Anglinë. Po, mirë dhe tashta. Po, rrethona tjera. Kena edhe shumë botërore tjera, adin që jënë konë skandalozë. Po, me gjate, unë Anglinë e moj me në për 96-ës, Evropianit në 96 është moj në Angli, e moj me në 98-ën e 2002-ën e 2004-ën e Evropianin. Po, me gjate, unë menoj që jënë stabil, e kanë një ekip, kanë kualitet. A ma miru që kjo Angli, me krejt që ta të miret krejt që ta që i ka thirë këtë qili, a Anglia e gjeneratës Lampardit, Gerardit... Kjo Angli? Ja. Ja, une, atë këtot, ja, nuk ka funksionua e gjenerat. Për emna, u ka funksionu, une menoj. Shetë Anglia, s'ka David Beckham, s'ka Steven Gerrard, s'ka Frank Lampard. Ja, qërë bispa. Në kohën e Anglis, 2006, ti asë një lojtar nuk e pas që ka lujt jashtë Premier Ligës. Tash ki lojtar që... Që po thua ashtë? Ja, veç pak, në gjëmë. Ku ka lujt David Beckham 2006? Bekami ka lujt në Real. Po, shështë Anglia Real dhe tash në Angli mrena. Që ta është ty tablin Anthony Gordon, tablin Barcelona, 90 milion euro. Do më thonë, Barcelona, që është Spanja, është për momentin krejt lejtar të ekspanzion, e ndrojnë Premier Ligën, po kur të vitesh Premier Ligën janë sa mi fitu 5 kampionatet Evropës për ebre. Të anglezëve, s'po foli për ligë, se Premier Liga për në me është një në kampionat ma e mira në botë. Po foli për kualitet. Harry Kane është gëllëshinu si ma e mirë në Evropë. E pa dhe veç që nga bon Bayern. Nuk ka pas Anglia që si lojtarë, që si kualiteti, që kanë bo ven në për ekipe... Të gjitha ekipet e mdha e kanë pas mrena një anglezë. One po bënej tash. Real, Barcelona, Milan, Juventusi, Bayerni. Me gjithate, unë mendoj. Këtë ekipet e mdha në Evropë, 5 ligat më të mdha kanë pas ka një anglezë mrena, në organik. Kemi me po, si vjetë. E ki një super komponu me një komptare. PSG ka qenë... Kush ka qenë PSG anglezë? Plët mëre. Kush jam plët? A ke pas në Real? Jo, ma vesh Beckham jo kanë fund karrierës. Jo, nuk ka pas në PSG. I parin Gjermani ka qenë, është Harry Kane, që ka po diqa Michael Owen ka lunë shumit, ma shumë ka lunë jashtë. Ka pas anglezë se ka ndollë në kësi. Po se Premier Liga në atë kohë ka qenë manalë se